Territori shqiptar për datën 29 qershor do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me mot të kthjellët dhe temperaturat të larta në pjesën më të madhe të vendit. Gjatë pasdites në zonat malore lindore dhe juglindore, pritet të ketë zhvillime vranësirash të shkurtra që mund të shoqërohen me rreshje lokale dhe rrufeje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 33 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi veri perëndimor, me shpejtësi 6 deri në 13 metër për sekond, ndërsa në Bregdet mund të kapë shpejtësi deri në 16 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim mesatar nga 2 deri në 4 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 16 deri në 32 gradë Celsius. Kukës 15 deri në 30 gradë. Peshkopi 14 deri në 28 gradë Celsius. Tiranë 18 deri në 33 gradë. Durrës 19 deri në 32 gradë. Kavaj 18 deri në 32 gradë. Elbasan 17 deri në 32 gradë Celsius. Berat 17 deri në 33 gradë. Korçë 14 deri në 27 gradë. Vlorë 20 deri në 31 gradë Celsius. Gjirokastër 19 deri në 33 gradë. Sarandë 20 deri në 32 gradë Celsius.